Dita e 8 marsit është dita ndërkombëtare e gruas në Shqipëri, festohet si dita e nënës. Kjo ditë është simbolike për rrugëtimin historik që gratë në të gjithë botën kanë bërë për të përmirësuar jetën e tyre. Në Shqipëri, kjo festa e gruas është kthyer në një simbol të veçantë për nënat dhe vajzat. Ato marrin dhurata nga fëmijët apo bashortët në shenjë mirënjohje dhe respekti. Edhe mbrëmjen e djeshme Regjina Group ka menduar me organizimet e saj me paketa festive për ditën ekskluzive të gruas. Rezervimet dhe kërkesat e të cilave duket se ju janë plotësuar në standardet e kërkuara nga i ftuari special Panos Saltis, të mbyllura 3 ditë para datës 8 mars. Jo vetëm mbrëmje dhe organizime nga institucionet, por dhe tavolina familjare, miqësore, në tingujt e muzikës greke, në ritmin e kërcimeve dhe haresë së melodive të DJ-t, gratë dhe vajzat e kuruara më shumë se zakonisht e kanë lënë veten të shijojnë këtë ditë të vitit vetëm për veten e tyre. Ajo çfarë bie në sy është se sa afër është Regjina Group në shihet dhe preferencat e gruas vlonjate, se sa komode dhe rehat ndihen në paketat dhe ambientet e saj, duke kaluar orë mbrëmje të gjata dhe me dëshirën për të vazhduar dhe pak. Mbrëmja ka vazhduar me kërcime dhe shpirtin e festës deri në orët e para të mëngjesit.